Në ambientet magjike të Kalas së Ulqinit, nxënësit e shkollës së mesme profesionale komunale Gjoce Stojqeski, e njohur ndryshe si shkolla tekstile nga Tetova, prezantuan sfilatën e parë jashtë vendit me veshje të krijuara nga vetë ata. Identiteti i gdhendur ishte titulli simbolik i sfilatës, ku nxënësit sollën jo vetëm krijimtari, por edhe histori dhe traditë. Kostumet ishin të punuara me dorë, të qëndisura me kujdes dhe të dizajnuara me një mjeshtëri të veçantë. Nxënësit nuk ishin vetëm krijues, por edhe performues të mrekullueshëm. Secili prej tyre përfaqësoi një figurë apo ngjarje të rëndësishme historike. Kjo sfilat nuk ishte vetëm prezantim, ishte një projekt edukativ, kulturor, artistik dhe një mision për ta çuar shkollën Gjoce Stojqeski përtej kufive dhe nuk kishte skenë më të përshtatshme se sa Kalaja e Ulqinit, një monument që flet për historinë, identitetin dhe qëndresën, theksoi drejtori i kësaj shkolle, Muzafer Livoreka. Fakt se shqiptarët pos qytete të ndryshme përjetare në Shqipëri vizitojnë, ne kemi analizuar që do të bëhet një përkraje për qytetin e Ulqinit. Duke ditë që qyteti i Ulqinit ka vende shumë të bukura, konkretisht siç është Kalaja e Ulqinit, dhe konfiguracioni i terrenit në të cilën ne kemi analizuar me profesorët që do ta përgatitin sfilatën dhe kemi ardhur në përfundim se Ulqini konkretisht Kalaja e Ulqinit është shumë e kapshme që të bëhet një sfilatë nga ana jonë. Unë gëzon për së pari herë para se jam drejtor dhe pas ardhes time ne marrim një sfilatë jashtë shtetit. Kjo tregon se nga po të kalojmë edhe çështjen e jo vetëm shtetit, po dalim jashtë shtetit ton, apo po tentojmë bëjmë një shkollë shumë e fortë rajonale në cilin do të jetë, si më thon, një kërkesë e nxënësve që saçi kudo ku të zgjedhin një shkollë të mesme profesionale të vinë tek ne për se kanë çka të mësojnë apo kanë çka të shohin. Në përfundim të sfilatës, duartrokitet e forta nuk ishin vetëm për bukurinë e krijimeve, por edhe për një mesazh që tingëllonte qartë nga Kalaja e Ulqinit se historia jeton dhe rinia shqiptare e bart me krenari. Kjo sfilat vërtetoi se rinia shqiptare jo vetëm i njeh rrënjët e veta historike dhe traditat, por që është e gatshme ta mbajë gjallë përmes artit me pasion dhe përkushtim.